kura kovendet dhe pak besnik tek ftesa, por sa ishte e sinqertë të themi këtë letra e kurtit drejtuar Abdi Gjikut, pra ajo ftesa e tretë ku i bënte thirrje hapur për një koalicion, jo e fundit, për koalicion, ftesa për marrëveshje për koalicion. E dyta ishte ai takimi për konstituimin e kuvendit, për koalicion. Por ajo ishte domosdoshmë thirrje hapur për arritjen e marrëveshjes koalicioni pas gjithë atyre që në sytë e dikujt në shikim të parë tash është një letër të tillë, pra pas gjithë atij diskursi, gjithë atyre deklaratave, është edhe kjo për shkak se do thotë a ka mungesë besimi tashmë tek LDK-ja për t'ju përgjigjur një koalicioni vetëm me lëvizjen vetvendosje, duke referuar pra atyre që kanë ndodhur gjatë fushatës dhe pasaj. Po nuk kemi ne bashkëpunim ose koalicione tradicionale mes subjekteve të ndryshme politike, mes kampeve politike, që me thonë nuk ka miq të përhershëm në politikë, ose historia jonë politike s'ka kallëzu që ka miq të përhershëm. Po e zëm, kujtohet mandatin e dytë mas lufte, kur armiqësitë kanë qenë kulm, në fakt mandatin e parë, ndonë se armiqësitë kanë qenë kulm mes LDK-s edhe PDK-s, madje LDK-ja e ka akuzu PDK-n vazhdimisht edhe për vrasje politike, por ka ndodhur një koalicion mes këtyne subjekte politike, ka qenë Inspekti Gjon, ose edhe në kohën kur në mandatin kur është shpallur pavarësia, përkundër që përplasit kanë qenë ekstremisht forta, përkundër që ka pas problemet mëdha, ka pas koalicion PDK-LDK, ose edhe pas pavarësisë, ju kujtohet pas një ngërçi gati prej 7 muajsh që ishte, LDK-ja vendosi t'i bashkohet PDK-s. Pra unë nuk besoj që armiqësitë e tashme mes vetvendosis edhe LDK-s janë më të mëdha se sa ato që kanë qenë mes PDK-s edhe LDK-s. Për te i kësaj, nuk, sa i takon çështjes së sinqeritetit, nuk besoj që do duhet të shërbente si temë të trajtohet, më që unë nuk shoh sinqeritet kërkund në raportet mes partive politike. Pret shumë gjatë edhe kjo më shumë ka të tillë që e kanë parë si një arsyetim para elektoratit e vet që kënë se po bën diçka lëvizje vetvendosje, por dije përgjigja se cila do të jetë e lidhjes demokratike me që sot sfiduar LDK-ja për shkak se jo dash kohë për ta proceduar këtë përgjigje. Pse se ndjegu këtë kohë, po zëm, nëse s'ka qenë e sinqert vetvendosja dhe sigur të ishte një punë nga LDK-ja, atëherë çfarë do të ndodhte, por është edhe një element në atë letër, po e zëm, në një zoti Kurti thotë që nuk e ka në plan të synoj një koalicion me PDK-n, edhe e dyta thotë që edhe nëse kemi zgjedhje të reja, pra pas tyre do t'jetë pikrisht LDK ajo me cilën do të synoj të... E keqja domosdoshme për vendosin LDK? Të kem kështu. Një e keqja e domosdoshme të themi në thojza, e dyta është që mund t'jetë strategjikisht e menduar për faktin që elektorati i LDK-s është elektorati që më shumë t'i lëviz në për kampet politike, edhe potencialisht mund t'a shoh si një hambara, themi, për mundësin që të ofroj më shumë elektorat kur do që zjedhë të mbanë, me që kufit elektoral të LDK-s janë kogja shumë porës. Dhe shojmë tashme, sa po shoj edhe deputetër, po është dorëzuar e letra e njoftimi që kishte të bënte me gjykatën kushtetuese sa i përket rastit të iniciuar nga Aleanca për Pronëmërinë e Kosovës. Besnik, po kemi parë që vetëm AK-ja është partia që ndërmori veprime brenda kuvendit të Kosovës sa i përket procedurës që themi kështu për. Edhe pse partitë e tjera kanë thënë se mbështesin, por sipas tyre në disa prej seancave kanë thënë që nuk ka bazë të mjaftueshme për ta dërguar rastin e gjykatës kushtetuese, me frikën se do të mund që të humbë rasti dhe ose të mos deklarojë fare. Me sa e kanë pa përmbajtjen kontestuese është veç mënyra e ndryshimit të formës e votimit që nuk është kurfar problemi që ka nëse gjykata kushtetuese thotë që okej, proceduralisht kryesuesi nuk ka qenë në kompetencën e kryesuesit të ndryshoj formën e votimit dhe kthehemi në pikën paraprake që duhet të ketë votim të hapur. Pra mos trajtohet këtë thembi afati. Nuk është që ofron ai zgjidhje.
gjykata kushtetuese nuk mund ta bëj një normë të re kushtetuese në kuptimin që thotë kuvendi ka kaq ditë afat sepse këtë nuk do të mund ta gjej kërkon në kushtetutë dhe gjykata nuk mund të jap një afat që nuk është në kushtetutë. E dyta, nuk mund të thotë që subjektit fitues si takon pafundësisht të jap propozimin, më që nuk do të mund ta gjej edhe këtë kërkon në kushtetutë, sepse normat në aktin më të lartë juridik janë ndryshe kur është puna te kandidati për kryeministër, aty lihet që ajo mundësia edhe interpretimit që topi të kaloj edhe të subjektit tjera për te i fitusit, dhe unë nuk pres që kushtetusja t'i jap zgjidhje kësaj situate, me që edhe pyetja është veç për një çështje ose për një pikë procedure jo relevante që mund të ofrojë zgjidhje. Pra për votimin e fshet. Nuk është këtu kontesti kryesor a do të votuar në mënyrë të fshet ose të hapur. Kontesti kryesor lidhet me emrin aktualisht, me emrin e të propozumit për kryeparlamentar. Ka pasur një deklarim para se ty në kuvend nga deputeti Lëvizjes Vendosje, Kuran Murati, i cili është deklaruar prapa në këto seancat e fundit, ku ka thënë se shpreson që do të ketë reflektim të partive politike dhe të konstituohet të kuvendi Kosovës, pra refreni i zakonshëm i cili është përsëritur nga partia në pushtet para çdo fillimit të seancës konstitutive, por që kemi parë se nuk ka pasur ndonjë ndryshim, pra po insistohet që të ndryshohet kandidati nga të gjitha partitë tjera faktikisht, por që nuk ka pasur deri më tani ndryshim të kandidatit, po aty dhe emra që u përmenden nga kryetari AK-s, se cilët prej kandidatëve do t'i votoni nëse do t'i propozon televizjave të vendosje. Interesant është nëse e marrim kasetën e 2014-ës edhe e shohim që këto që tash i thonë zyrtarët e vendosjes janë ato që i thoshin zyrtarët e PDK-s, dhe ato që i thot parti tjera që i thonë ishin ato që i thonin zyrtarët e vendosjes. Pra, në atë kohë kur kishte ngësh dhe jo në fakt 14-ën më vonë, kur ishte çështja koalicioni PAN atë. Jo, kur ishte çështja e zgjedhjes të Kadri Veselit, edhe Kurti, madje edhe zonja Haxhiu insistonin që Partia Demokratike ka kandidat tjerë për kryeparlamentar, nuk e votojnë Kadri Veselin për shkak të profilit tij, për shkak të e shinin si njeri konfliktues e tjera, kështu që edhe Kurti dhe zonja Haxhiu vazhdimisht kanë argumentuar që se votojnë dhe PDK-ja insistonin duhet ta ndryshoj emrin e kandidatit për kryeparlamentar. Sot ka ndru narrativa, PDK-ja atëherë arsyeton të drejtën për ta dhënë propozimin. Pra, është kryesisht çka po shohim sot është që vetvendosja dhe partitë tjera, ose më saktash edhe PDK i kanë ndru rolet, ato që e thoshin para sa vitesh,